dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se cila është administrata e cila menaxhon, po ka vullnetin e ka votën e qytetarëve amerikanë që të menaxhoj, ne duhet jemi shumë të përkushtuar dhe të sinqert në partneritetin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket administratës, mendoj që kemi humbur shumë kohë dhe është koha tani që të bëjmë gjithçka që është e mundur që administrata amerikane, qeveria amerikane të merr udhëheqjen e procesit të përmirësimit të marrëdhënieve midis Shtetit të Kosovës dhe Shtetit të Serbisë. Ne po e shohim që bashkimi... A është ky një lloj paralajmërimi që Amerika do merr rol më aktiv mes Kosovës dhe Serbisë, apo është thirrje që Amerika ta bëjë një gjë të tillë në një moment kur në Evropë ka shumë pikë pyetje të hapura dhe ka shumë përqasje shumë më ndryshe? Po, nuk ma mërmendja që presidenti amerikan bën thirrje, unë po shpresoj... Jo, po thonë thirrje juaj në kuptimin që Amerika të merr si pozicion politike, kam fjalën. Kjo është thirrja ime pushtetarëve tanë, qeveritarëve tanë që të jenë më të përkushtuar dhe të gjejnë mënyra që të inkuadrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të marrin udhëheqjen e këtij procesit të dialogut. Mendoj që pa involvimin e drejt për drejt të SBA-s në procesin e dialogut, ky proces nuk do të shkojë asgjë kundje. Përkundrazi, koncesionet që i shohim ndaj Shtetit Serb, ndaj regjimit të Vučićit, nga Shtetet e Bashkimit Evropian, janë shumë të dëmshme pozicionit dhe interesit të Kosovës. Nuk druani për një marrëveshje shembull të shpejtë që mund të bëjë, që mund të ishte një marrëveshje shembull me dëme. Po e hapim thojzat, mund të kthehen idetë e ndryshimit kufive, idetë të cilat më herët nuk është që kanë qenë krejt në tavolinë, dhe nuk është që krejt kanë qenë të përjashtuara nga administrata amerikane. Ndonë se jo zyrtarisht, asnjëherë zyrtarisht nuk është diskutuar, por kanë qenë të diskutuara në koluare edhe në pozicione shumë të rëndësishme. SBA-t kanë qenë përkrahasi, promovuesi më i fuqishëm i shtetësisë tonë, i shtetit tonë, i sovranitetit të Republikës së Kosovës, si një shoqëri multietnike. Domethënë, në ato negociata, kriteret bazë të panegociueshme nga ana jonë duhet të jetë integriteti territorial dhe sovraniteti. Sepse në momentin e parë që ne lejojmë që ato të bëhen temë e negociatave, rreziku është, me pas të drejtës ndërkombëtare, që ne vetë mund të fillojmë të heqim dorë nga sovraniteti dhe integriteti territorial. Kështu që nuk i frigona mundësisë së Kosovës të vendos kriteret bazë të përmirësimit të marrëdhënieve. Këto biseda edhe një herë janë biseda të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të dy shteteve, Shtetit të Kosovës dhe Shtetit të Serbisë. Mirë po, në anën tjetër, gjithashtu duhet të gjejmë rrugë që dialogu me Serbinë për përmirësimin e marrëdhënieve me dy shteteve të mos na parandaloj, të mos bëhet pengesë e proceseve që për neve janë shumë më me rëndësi, procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe procesit të integrimit në NATO. Ju keni parë materien dhe substancën e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Sa shihni të mundshme që administrata Trump t'i përqafoj këto marrëveshje të arritura në të kaluarën, apo e shihni një perspektivë tjetër që mund të hapet një ide për një zgjidhje krejtësisht ndryshe në rrafshin e tregtisë që e quan ai, ose në një rrafsh business, siç e quajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Shehu? Është pyetje shumë me vend, kushtem, faleminderit. Më varet nga aftësia jonë negociuese, nga pozicioni jonë negociues, nga mitësia jonë me administratën Trump. Kemi hyrë në një periudhë ku vendimet politike, strategjike, nuk janë më vendime të proceseve. Po. Janë vendime të momentit. Kështu që koha në të cilën ne duhet të reflektojmë, të ndërtojmë pozicion, të ndërtojmë platformë negociuese, tani është shumë më e shkurt.